aftë rëndësishëm dhe ky kënd duhet të bëjmë kujdes sepse na e jep mundësinë që neve të jemi të vëmendshëm në atë që duam të arrijmë. Pikërisht data 17 dhjetor, ku kemi Diellin nga Shiqetari që formon një katërkëndësh me Saturnin në Peshk. Të kuptoni, kur them trekëndësh, gjashtkëndësh, është mirë, nuk ka problem sepse zgjidhin problemet dhe tek harta që keni parë tek televizioni që unë shpjegoj. Por për këtë kënd që bën, katërkëndësh, është vështirë sepse na dikton që neve do të jemi kujdesshëm në shumë drejtime. Ajo çka ka të bëjnë në lidhje me realitetin dhe gënjeshtrën, në shumë të raste ato që duam me kollaj ose na pëlqen ajo e bukura, ajo është gënjeshtër, kurse realiteti e thjeshta është shumë e mirë dhe kuptojmë mbi jetën. Duket se një kënd mjaft i rreptë